Shkodra Sport Event në bashkëpunim me shoqatën rajonale në Shkodër, Federatën Shqiptare të Futbollit organizuan turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025, i cili këtë vit kishte edicionin e 8 të tij radhazi. 700 fëmijë përfaqësues të 40 ekipeve konkuruan për 3 ditë me radhë në 8 fusha të ndryshme të Shkodrës, duke zhvilluar 120 ndeshje. Momenti më interesant ka qenë finalja e kategorisë U15 mes Vllaznisë dhe Atletik Shkodra, zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi. E veçantë e kësaj ceremonie ishte krahas sportistëve dhe trajnerëve të tyre të pranishëm në tribuna ishin edhe shumë familjarë të sportistëve, jo vetëm atyre shkodran, por edhe të ardhur nga vende të ndryshme të rajonit dhe ato europiane. Këto aktivitete përveç rritjes cilësore, mendoj që kanë masivizimin dhe njohjen e fëmijëve sportistëve me njëri tjetrin, ka të mundësinë e bashkëpunimit me shoqata të ndryshme përtej kufinit, por megjithatë edhe në fund sezonit argëtimin e këtyre fëmijëve dhe as më tepër këtë sezon përveç gjëra të tjera që ishin të mira edhe me infrastrukturën, sepse ka diçka shenja për mirë me disa fusha që është rritur infrastruktura në cilësi, ishte edhe prezenca e ekipe në këtë stadium, në stadiumin kryesor të Shqipërisë, jo vetëm të Shkodrës. Këto lloj turneji ka një specifik të veçantë sepse ka një numër shumë të madh ndeshjesh, pra luhen mbi 120 ndeshje për 3 ditë. Edhe natyrisht duhet një koordinim shumë i shpejtë, pra kohë reale koordinimi për të bërë mundon zhvillimin e aktivitetit, pra sepse do përfundon dita, por do fillojnë e dyta dhe normalisht pjesën e kalendarit, shortit dhe renditje janë këto gjëra që realisht e bëjnë të vështirë si turne. Edhe kushtet atmosferike realisht nuk janë shumë të favorshme, dhe prandaj ka pak specifik të veçantë si turne. Sot vetë emocionet e finales, djem të e përjetunin pak edhe pak a shumë ishe i vetëdijshëm për situatën që do të vazhdote, por në vazhdimsi erdhe duke rregullu mënyrën e lojës edhe përqendrimi edhe në fund arrit me objektivin me këtyre rezultate me fituar me rezultat thellë. Ishte një turne shumë i mirë këtë vit, bile në më të mirë që organizuar deri tani. Ekipet më konkurruese ishin shumë më të forta. Pjesëmarrë shumë e mirë nga ekipet nga jashtë, nga Maqedonia, Malezia dhe Italia. Është një kënaqësi e veçantë për ne kjo grup mosh, sepse është një mosh shumë e vogël dhe ka tepër cilësi.